Tokyo është qyteti më i madh dhe porti i rëndësishëm i Japonisë. Popullsia është rreth 14 milion banor, çka e bën një nga qytetet më të populluara në botë. Tokyo me Yokohamën, Kawasakin, Shibon dhe Saitaman përbëjnë zonën e Tokios më të madhe me një popullsi prej 35 milion banorësh, duke bërë atë zonën metropolitane më të madhe në botë. Tokyo është qytet aq i madh sa nuk njeh kufi. Ai është qendra e tregëtisë së industrisë japoneze dhe aziatike. Tokyo ka ekonominë më të madhe metropolitane në botë dhe është një qendër e madhe e financave ndërkombëtare. Ky qytet ka një pjesë të madhe të tokës së tij të mbuluar me pyje, ku rritet mbi me një larmishmëri të madhe. Mirëpo gjiri i Tokios është edhe një burim i madh i peshkut. Aktualisht shumica e prodhimit të peshkut të Tokios vjen nga ishujt e jashtëm. Turizmi në Tokyo është gjithashtu një kontribues për ekonominë. Tokyo ka shumë muzeume, Muzeu Kombëtar i Artit Perëndimor, Muzeu Kombëtar i Shkencës dhe Ueno Zoo. Tokyo ka shumë teatro për kryerjen e artit. Këto përfshin teatro kombëtare dhe private, performat tradicionale të dramës japoneze si dhe dramat moderne. Orkestra simfonike dhe organizatat e tjera muzikore kryen muzikë moderne dhe tradicionale. Shumë festivale të ndryshme ndodhin çdo vit në Tokyo. Në shtunën e fundit të korrikut, një spektakël i madh fishekëzjarësh mbi lumin Sumida tërheq mbi 1 milion shikues. Pasi lulja e qershisë apo sakura çel në pranverë, shumë banor mblidhen në Ueno Park, Inokashira Park dhe kopshti kombëtar për piknik. Kuzhina në Tokyo është vlerësuar ndërkombëtarisht si kuzhina më e preferuar në botë. Ai ka fituar 2 herë më shumë çmime sesa Franca dhe Italia. Orizi, peshku, salcat e ndryshme pikante dhe mishi i grirë janë ingredientët që gatuhen me mish të rinj më të madhe në Japoni. Por ajo që e karakterizon kuzhinën japoneze është sushi, të cilin të gjithëve ju ka shtyr kurioziteti ta provoni.